Plasë tani. Të tretën për e dytë. Alors on danse. Ja trajtuam të. Pulla. Jo, do themi të shi qa ka ndodhë. Qa na kanë bet pa thënë këtu? Ja, atërë, tu na kanë bet pa thënë. Stambolin. Ata kanë rënë dakord në radhë parë. E para njerë që ra pritshmëria, sepse kjo imponimi që u futën këta Europianët mes, pra për ta, si me thëmë, për ta zvogluar rolin e Trumpit, edhe Trumpi nuk shkoj, Putini nuk shkoj, e ullën në nivel, Putini qoj një nga këshilltarët e vetë më të rëndësishëm, e ullën në nivel teknik, edhe Zelenski la Ministrin e Mbrojtjes Rustem Umerovin, që është njëri shumë i rëndësishëm, dhe arritën pikën e parë që arritën, ishte që do ketë një shkëmbim të burgosur 1.000 nga rusët dhe 1.000 nga Ukrainë. A, u arrit sot? Po, u arrit sot. Gjë që është pika e parë, pra që u ullëm, në ere parë pas 3 vjetësh bisedime drejt për drejta, dhe jemi largë shumë atyre që duhet të mbërrim, por është një shenjë e vogël. Që të mos e dështojmë, po japim një vullnet mirë njëra anë dhe tjetra. E dyta, që është më rëndësishme, është që ka shumë rëndësi në këtë pikë, është që ata janë marrë vesh që do takohen prapë sërish. Prapë në nivel teknik, dhe strategjia që me sa duket po shtyn Amerikanët, por edhe Erdogani që ka lënë njeriun e vetë më të rëndësishëm për të marrë me këtë gjë, që është Hakan Fidani, Ministri Jashtëm. Duhet të thënë që Hakan Fidani ka qenë drejtori më afatgjatë i shërbimit sekret turk, ka njeh mirë të dyja palët, dhe njeh mirë dhe argumentin e luftës. Ata janë marrë vesh që bisedimet do vazhdojnë. Pra, kemi një dështim të nivelit lartë të bisedimeve, por kemi një mos dështim sepse po vazhdojnë. Në anën tjetër, palët janë duke luajtur me kërcënimin që mund të zgjerojnë luftën. Rusët kanë thirrur rreth 700.000 forcat reja të freskëta që po i afrojnë drejt frontit, dhe ukrainësit janë bërë gati me këto armatimet perëndimore të tjera. Pra, palët po kërcënojnë që nëse dështojnë bisedimet, do ketë zgjerim të luftës. Dhe jo rastësisht sot, sekretari i përgjithshëm i NATO-s në Tiranë tha. Ky, si ka Holandezi, po, Mark Rutte, ish kryeministri i Holandës. Ne nuk do ta lejojmë më Rusin të marrë territoret të tjera në Ukrainë. Pra, që do të thotë kjo gjë? Po përse gjithë bën çudi që po thotë ky. Pra, në momentin që ne flasim dhe diskutojmë për një situatë të tillë të mundshme të bisedime, pra për armëpushim, për hershëm e tjerë, Rutte thotë që ne nuk do ta lejojmë që ata të marrin territoret tjerë, që do të thotë që këta kanë informacione që ata po përgatiten të bëjnë një sulm tjetër për të marrë. Nuk është bllov thuati, kanë info. Pra, kështu e dekriptoi unë çfarë tha Rutte, dhe ne ndërkohë po përgatitemi me armatimin dhe me ushtar që ta ndalojmë këtë gjë. Dhe kush e zbërthen këtë gjë? E zbërthen fjalia e Melonit. Italia nuk do të çojë ushtar dhe ushtarak në Kiev. Pra këto janë gjërat që janë thënë media, por që dalin dhe që nuk kuptohen. Pra, që më shumë se bisedime paqe, këto po duken si prelud i zgjerimit të luftës. Zërbe. Pra, po i shesim sigur po bisedojnë për paqe, po bëjmë paqe, po në fakt thua do jetë zgjerimi i luftës. Kemi një prelud të zgjerimit të luftës. Unë uroj që negociatat vazhdojnë, dhe të kemi paqe, dhe pak të në pushim, se paqe është një fjalë e madhe. L'extension du domaine de la lutte. Zgjerimi i fushës së luftës. Tani mend të. L'extension. Por jemi mësuar të lexojmë mes rreshtave ato gjëra që nuk na thonë. Dhe sot mes rreshtave kemi lexuar këto gjëra që thash. Që në vend se pra duket sikur po shkohet drejt një marrëveshje, në fakt i thua, po shkohet drejt një zgjerimit të luftës. Po konkretisht nëse vazhdon kështu. Po konkretisht ku? Se di, duhet parë, po me që ata flasin për, mendoj që është historia e, sepse çfarë tha Zelenski sot? Unë do t'i kërkoj partnerëve tjerë që ashtu të vazhdojnë zgjerimin e sanksioneve tjera. Dhe ndër tjera... Macroni vazhdon akoma me këtë van der Leyenin, ka arritur shifra thonë 1 trilion ku diun dollar, nuk di sa është, një themun tani se mund të jenë më shumë,
që duhet të mbledhin para për Duhet që do të... Ti thua nuk do ndodhi kjo. Problemi është që mes do të gjëja është konkrete sot. Prandaj ata u thirrën dhe u mblodhën dhe morën telefon shefin e shefave. I bën atë foton që nxorri ti. Sepse vetëm ai e ka mundësinë ushtarake sot për sot drejt për drejt për të bërë këtë ekuilibrimin që po flasim. Kështu që duhet lexuar, jemi 50-50, 50% këtej, 50% ande. E pse e pritën shefin e shefave në Arabinë Saudite mu? Po sigurisht, e meriton dhe shefi shef. Ja më do e shifin tani. Me njerë sa të kthehemi pasaj pauzet vogël, shikoni si e kam pritur Trumpin këta të kurorës. Ku ishte më në Arabinë Saudite ishte në... Arabi Saudite, Emirate, Katar. A ishte gjithandej po.